Po, ka një kohë të caktuar kur pritet të kryet, arsyeja pse po të pyes për këtë është sepse po shpresoj që keni me vazhdu si projekt, sepse jo... Projekti vazhdon deri në vitin 2027 me familje të tjera pastaj, por fillimisht në këtë fazë duhet të zgjedhim të thotë kompaninë dhe ata mandej kanë planin dinamik me të cilin duhet të kryen punimet në për shtëpitë e tyre. Ne kemi zgjedh, procesi i përzgjedhjes ka qenë një proces pak më i komplikuar dhe më i gjatë, sepse nga ajo listë fillimisht kanë dalë familjet potenciale, cilat mandej janë verifiku përsëri nga qendrat për punë sociale në bazë të një liste të dokumentacionit të cilat janë kërkuar dhe ne falenderojmë të gjitha qendrat për punë sociale që kanë qenë bashkëpunuese, për ato që mbase nuk kam pas kapacitetet të na përgjigjen pozitivisht në bashkëpunim, i ka kry fondi mandej këto verifikime, dhe më pas ka një fazë shumë e rëndësishme e projektit që ka qenë faza auditimit. Objektet auditohen dhe janë krijuar raportet e auditimit të energjisë, në cilat tregojnë që shtëpia i plotson kushtet që të intervenohet në to, dhe cilat janë masat më të nevojshme për ato shtëpi. Në bazë të atyre raporteve, pastaj implementimi është shumë më i lehtë, sepse janë të përcaktuara të gjithë. Do të thotë trashësia, lloji i xhamave, izolimi i kulmit, të gjitha janë të përcaktuara nga ekspertët.